Horoskopi ditor e premte 16 maj 2025. Dashi. Dashuria. Shikojeni realitetin e fakteve dhe nëse nuk jeni mirë, ndryshoni drejtim. Dashurit vinë dhe shkojnë. Insistimi do të ishte i gabuar. Le të flas zemra vetëm. Për beqarët, sot do të jetë një ditë e pazakontë, mbase nuk e dini se çfarë dëshironi, por përpiquni ta zbuloni. Puna. Sfera e punës nuk është aq e keqe dhe ju po vendosni themelet për të ardhmen. Planetet ju mbështesin dhe ju mund të vazhdoni të qetë. Demi. Dashuria. Një projekt afatgjatë po bën përparimin në shumë prej jush, por do të shqetësoj vetëm ata që kanë një dashuri të qëndrueshme. Beqarët që afrohen një personi do të duhet të sigurohen nëse nga ana tjetër ka shpresa. Puna. Po kërkoni një bonus të vogël nga pikpamja ekonomike. Në këtë periudhë do të keni biznes të mirë për të bërë. Binjakët. Dashuria. Sot duhet të përpiqeni të shmangni diskutimet në terma sentimentale. Do të jetë një ditë e hapur për pasione dhe impulse emocionale. Beqarët nuk janë në kërkim të dashurisë për jetën, por thjesht duan të provojnë emocione dhe mund të mos japin garanci. Puna. Shpesh keni tendencën të krijoni probleme pune në jetën tuaj private. Shmangini duke e bërë këtë edhe sot. Gaforja. Dashuria. Çiftet e konsoliduara që kanë kaluar një krizë të vogël sot do të jenë në gjendje të kalojnë. Kaloni çështjet e parëndësishme dhe shmangni polemikat. Beqarëve do ju duhen arsye të mëdha për të mos hequr dorë. Puna. Ata që kanë punuar shumë tani kanë arritur diçka më shumë dhe ata e meritojnë atë. Luani. Dashuria. Sot do të ndjeni nevojën për t'i besuar një personi miqësor, mbase për t'i njohur me situatën tuaj sentimentale, por mos zbuloni sekrete shumë intime. Beqarët do mund të bëjnë një marrëveshje me një dash, do të shohin disa të mira. Puna. Shmang diskutimet, duke hequr dorë dhe të kërkosh qetësi. Planetet ju ftojnë të krijoni marrëdhënie me njerëz me ndikim. Virgjëresha. Dashuria do të jetë një ditë e rëndësishme edhe për marrëdhëniet shoqërore. Mërkuri është në pamje të shkëlqyeshme dhe kjo mund t'ju vërë në gjendje të provoni ndjesi të veçanta. Beqarët nga ana tjetër do të duhen të përpiqen të shmangin melankolin që shpesh i bën ata të ndjehen të vetmuar. Puna. Nëse doni të zgjeroni horizontet tuaja, kjo është një kohë mirë për ta bërë atë. Mos keni frikë nga projektet ambicioze. Peshorja. Dashuria. Çiftet që e duan njëri tjetrin mund të kenë përjetuar një krizë për shkak të faktorëve të jashtëm. Ka të ngjarë që njëri prej të dyve ka përjetuar dyshime dhe pasiguri. Zemrat e vetmuara do të kenë energji për të shitur dhe ata do të bëjnë pushtime. Puna. Do të bëni shumë përparime në punën tuaj. Për shumë njerëz do të ketë shumë mundësi për të parë, mbase edhe një biznes tuaj. Akrepi. Dashuria. Dashuria po rikuperohet, edhe nëse tensionet e ditës do t'ju bëjnë të kuptoni nëse një histori është më mirë ta mbyllni ose ta bartni përpara. Sot beqarët do duhet të qëndrojnë më shumë me të tjerët dhe të shoqërohen. Është mënyra më e mirë për të rikthyer në lojë. Puna. Shumë mund të kenë disa grindje me shefat, por përpiqen të kapërcejnë këtë moment të pakëndshëm. Shigjetari. Dashuria. Do të duhet të bëni gjithçka me qetësi të madhe. Rreziku sot është ai futis në një gjendje ndezjeje për shkak të tensionit të pamotivuar dhe mund të jeni ju që falni veten. Shumë beqarë mund të zemërohen nëse diçka nuk është e duhur dhe të bëjnë një zgjedhje të pakuptimt. Puna. Shpesh zgjedhjet tuaja favorizojnë dëshirat e të tjerëve, pasi menjëherë jeni të vendosur dhe zgjidhni atë që dëshironi. Britsjapi. Dashuria. Nëse keni personin e duhur në krah, pasioni do të jetë sot në krye. Lërni veten të shkoni në ndjenja dhe të përballeni me gjithçka me më shumë vendosmëri. Nëse jeni beqar, do të duhet të ndaloni se qari për veten tuaj, për një të kaluar që nuk kthehet më kurrë. Mendoni për të ardhmen. Puna. Në punë do të ketë disa kundërshtime. Nuk është e lehtë të kuptosh se çfarë të bësh, por yjet mund të japin një dorë. Ujori. Dashuria. Do të jetë një ditë e lodhshme për ata që lindin në shenjën tuaj, veçanërisht në familje. Ndjenjat gjithashtu do të vijnë në provë, por kjo nuk do të ndikojë në forcën tuaj. Jupiteri ndihmon beqarët të sqarojnë ndjenjat. Shumë do të jenë në ekuilibër. Puna. Dikush do të përpiqet të vendosë shkopinjt në rrota, për t'u bërë të mos përparoni.
por tani ju keni forcën e dur për ta bërë veten të vlefshëm. Peshqit. Dashuria. Nëse kohët e fundit keni marrë vendime të rëndësishme, si martesa ose bashkëjetesa, tani mund të keni një ndryshim në zemër. Ndoshta përgjegjësitë janë ndjerë, beqarët do kenë shumë për të bërë, por nuk do të heqin dorë nga bërja e takimeve të reja. Puna. Ju keni ide të reja dhe shumë gjëra për të propozuar. Të kujdesshëm në lidhje me investimet. Ato mund të jenë shumë të rrezikshme.